për nga legitimiteti votës, ka përfunduar. Ai ashtu po mendon. Tash ti mund ta gjykosh, a e ka mira, a e ka keq. Po jo, a e ka për një me, a se ka për një me. Ose çka ka ty motivi më shë. Për Matoshin, çfarë oferte ishte kjo? Ose pse s'ja ke thonë, me shtime zort me avon pozicionin. Feridi, Seridi nuk po i pëlqen këto se është duke tentuar ta merrni pozitë ministrore. Po mundon me fol të vogël si Idi kësaj. Hajde ulë. Pak e kom zor, e di, po mundon. Si do që unë e këmë thonë studio një ministër, dy zëvendës ministër. Ka qenë tendencë me poshnu Limajn dhe partinë, grupin e ti politik, dhe e këmë thonë studio hopun dhe unë nuk tramna për i fjallëve që i thomë, se i mështeti dikun. Sepse i mështetin logikën ta me politike, e cila shumë ka tradhtu, shumë ka mashtru asë njëherë në histori, njëtë. Vizualisht kështë Dhe problemi është që kër Limaj nuk e muaj ato që kërkoj, shefin e parlamentit, kryetarin e kuvendit Kosovës, Lima u tërhoq me ftyrë. Dhe tash Albin Kurti ka nevoj me tall, me e fy, me i thonë ti s'ki kapacitet, s'ki fuqi, Vizualisht nga vizualisht, ta me tre. Po dhe, pushtetin dhe me morë ka shumë pushtet, e kitë logik, fatkesisht për një gjithmonë të sonte për kolegu tën, Zotit Gashi, i cili nuk e din që këtë demokracit nuk vendosen gjithmonë mbi parime, marrëveshjet, koalicionet, po edhe në mirë besim. Për të mirën e institucionëve, po ja që e kemi një njeri në kryet vadit, i cili bashkë pespare pozicion të Republikës Kosovës si japë. Nuk e ka ofenduar, edhe Zoti Lima ka diskutuar në publik. Jo, se ka ofenduar, Kurti se ka ofenduar. Kurti se ka ofenduar, vetëm ka thënë që çfarë ofendi ka bërë? Po për ato që i ka 3 deputet nuk ka rrejt. Se ka tregut vërtet. Absolutisht. Po, nuk është ofendim se ka 3. A mund është lutë me nxjerr kur thot Kurti vizualisht, fative. Shikam. Se është qesharake për ty, Ridi. Ku e gjete qesharake deklaratët? Jo, qesharake nuk thash. Po pse po qesh? Po qesh, në falë. Unë po keshi me mënyrën që shë godit ke Limajn dhe... A goditi du da? Te ke intetetu, do më në? Jo, estetikisht. Shikoje, a mund është lutën për ilustrim? Prova ne. Kurti në podium, kur arsytohet para masës atje në Londër, dhe tha, që është e mundë, ta bëj dikën. Po ja nuk ndëgjova. Shumë. Ridi mos ke fillu me marrë në orë në aktrim, se dhe kjo dramatitet dhe kjo kur fillu me bëshu që po të me nuk profesion. Kur bo nuk është një teatr të pret. Se ty po do këtë gapi maja. Kjo... Problemi kim është zotniti. Vokacioni euroatlantike. Analizë është mërë kjo? Kjo është retorika euroatlantike. Po cila retorika euroatlantike? Kundër legjitimimit me shkua? Retorika atlantike shkon qaj që merë ma shumë vota, qaj që ka legitimitet ma të madh, respektivisht demokracia funksionon ma mirë, edhe vjen në ureshje. Detyru edhe me të veshlit më ju dhonë pushtet. Se sistemi zgjedhëror i Kosovës është i bomë qatë njërë që ti detyrohesh, Zoti Gashi. Me dhonë pushtet edhe subjekteve të vogla. Që ashtu e dërtu me Kosovë... Proporcionalisht me forcën politike. Proporcionalisht me forcën politike. Ajo është marrëveshje politike. Jo, marrëveshja. Vota. Marrëveshja. Po ja që ti e ki votën e s'ki tu me po qeveri. Nuk tjetërsoj legitimitetin demokratik qytetarit ta Qes me bon qeverin? Qes me bon qeverin me qunuar legitimitetin e popullit Kosovës? Qes me bon? Kush? Ti! Unë zbaj qeveri. Zoti Kurti, qes me bon? Vete e Kurti, më Qes po s'ka aftësi. A po thua? S'ka aftësi. Se për me hinë ma veshën mirë besim me dikos, dush me konë zotni, ose zoj, po dhe, si qaj që me kritiku që dhe e kokëfër, se ju parimin e merë një kokëfërci. Parimin e kujna, parimin e votës edhe demokracisë. Parimet e linjës kombëtare ma nuk shiten ma 170 gjetët në Kosovë. Demokracia është... Nuk shiten ma. Sepse bos parimit tanë, duhet me po presidentja me adhon shtatit aty nominimin për kryeministër. Apo të vynë, nëse vynë s'ki qona me adhon, nëse vynë s'jap. Po, du një pari po sfitoj. Zoti Gashi, qa që s'pjesht. Shpike që sharok. O blerim.
qa që thjesht është, që ti Po, është e din, thjesht. po ti Që është e ke thjesht, fshit